Ha migra, qa bëhet? Si kaloni? Ha, apo knaqeni sonte? E keni vitin 2025, natën e fundit, puthuni, ledhatoni, përqafoni se mbylleni vitin me dashuri. Po u përqafuat sonte dhe u kapi viti duke u përqafuar, do me thënë automatikisht kuptohet që një vit keni qënë duke u përqafuar. Tani, unë këtu pori edhe po mendoj qa të bëj muhabet me ju. Edhe që parë, kur ishte kjo gjingla, thashajt mi thash ta pi një kafe njerë. Thashojmë qa thot njerë Filxhani, lexojmë qik Filxhani. Edhe piva kafen këtu në dhomën time, pres të bëhet ora 12, po kënaqem, po e shijoj, ori nuk e di do me thënë. Ka gjë më të bukur në botë, se sa të kënaqeshke për vitin e ri. A i zjarri aty më shion pa fund. Dhe thash të flas pak për disa personalitete, nga që jeni kurios të dini për shembull qa thot Filxhani për Edi Ramën, për Albin Kurtin, për Gjestin, për Luizelin, për Eglita Akon, për Beskallakun, pse jo, si shkreti tani nuk e dim në që ndodhi, a unda, çfarë viti do ketë. Thënë është Filxhani 2026-ës, për Kiarën dhe për mua. Edhe për të shoj qik Filxhanin timu, si me ndoni. Pi tjetëri kafe mos lexoj Filxhanin. Shkoj muhabet. Do të shfaqet aty tani Filxhani, që e piva kafen, sa e mirë. E Filxhani, rrug, gjarë përrin, na të shmëndën gjelozët. Na të shmëndën, pas ka ju mikrofon. Qa dore ti mikrofon aty brënda? Rjasht, se pas të thonë nuk del zëri. Prita shqitiri ku dhe njërë mikrofonët. Ja. E kështu me kushte shpije, jemi kështu me kushte shpije. Tani, dëgjoni mirë. Çfarë thot Filxhani për Edi Ramën? Zoti kryeministër, të bësh të shëndrosh i tëri në vesh dhe të më dëgjosh, sepse është fati jot. Ka thonë Filxhani, s'kam thënë unë. E ke fatin të në dorën time. Dëgjo mirë tani çfarë do ndodhe në 2026-ën. Tashi, ha aty gjelën e detit dhe më dëgjo mua. Kështu thot. Në Filxhan na del një furç me boj që kthehet në mikrofon. Furça me boj në mikrofon. Zoti kryeministër, ç'pun ke ti me mikrofonin? Po le ta shohim. Viti 2026 i sjell shumë fjalime. Disa edhe pa fund. Mbete duke fol, tu tha goja pi çikuj. Një rrugë gjatë në Filxhan tregon udhtime. Sa mite. Dhe me pa tjetër, selfie diplomatike, më falni se thash demokratike, janë ndrova partin. Në fund të Filxhanit, një karike që lëkundet, por nuk rëzohet, që kjo nuk kupton, Zoti Sali Berisha, për të ardhur në pushtet, si pas Filxhanit, lëkundet thot, po nuk rëzohet, thot. Mendoj mirë, që do bësh? Dërsa mesazhi i Filxhanit është ky: flet shumë, por Filxhani ende e mban. Do me thënë ai do flet, por populli e mban. Kështu që 2026 në Zoti kryeministër e paske, jo mega luks, po super mega luks, shijo, jeto edhe kënaqu. Kalojmë çik nga Kosova? Çojmë çfarë do thot për Albinin, kryeministrin Albin Kurti, tash i fitoi zgjedhjet tjetri. Të mirë, si e ka këtë 2026-ën, a e ka mirë apo keq? Albini, sepse në për intervista kemi parë me jetë modeste, në një banesë të thjesht, me një televizor të vjetër, çojmë çfarë thot Filxhani. Tash i Filxhani anash është simetrik, do me thënë, pa njolla, pas një gjë, është i pastër, po. Duken shkronja ligji. Shifini pak mirë aty në mes, se keni ca shkronja nëse i shikoni, Ka ca shkronja aty. Dhe një lapsin prehur. S'ka. Do miraton tjetri. Ka përplasje, por edhe një vit të drejtë që nuk devijon. E shikon Zoti Kurti? Jo, po ta dish. Një re e vogël si për Filxhanit. Debate që s'kan fund.
O zot. Filxhani thot kokë fort, por rruga është e tia. Dhe realisht e dëshmove 2025 në jotja ishte. Qo dhe 2026 në aty mos e vrit menjen fare. Qo dhe 2026. Pastaj 2027 këtu jam unë, ta lexoj prap Filxhanin, mos u mërzit. Qëndrojmë prap në Kosovë. Qojmë që do thot për gjestin, si u shumë do një ta dini që thot Filxhani për gjestin. Gjestin e janar do të kthehet. Ore do na këndoj, ore do na knaq, por që thot Filxhani. Në Filxhan shfaqet një mikrofon që qesh. Tashi, duar trokitje. Një tur me madhe rreth e rotull. Popularitet në rritje, do me thënë do ketë shumë koncerte. Musha aty. Ka disa njolla kafe që duken si meme virale. Ore le të bëhen meme sa të duan, që shky mua bet, këto pun ka popli. Në fund, një sy që qesh e një tjetër që xhelozon. Këto xhelozë sa I dua unë. Aty të rinë, aty ku e kanë vëndin, e le të plasin me suksesin e tjetrit. Të plasin. Filxhani thot kështu, qeshti, se të tjerët do flasin, le të flasin, e le të mbyten. Qa mund t'i bëjnë gjestit to që flasin? Ka tjetri sukses, 2026 është e jotja, o Flori, e jetohe, e gëzoju kësaj 2026. Të ndalojmë qik nga Shqipëria, kthehemi qik prap të Edi. Po këtër jo për Edin, po do kthehemi për atë, për mbretin, për Luizelin. Tani ky Filxhani Luizit, I ka ca forma me kurora, do me thënë, kemi këtë I qik si mret. Se po luajthin nga karikja unë. Kështu thot Filxhani, dashuria vazhdon, por me përgjithësi më të mëdha, Ai me Kiarën e ka punën në rregull, por me përgjithësi, se mos na sjellin noi kalama këto në vitin 2026, se thot me përgjithësi më të mëdha. Nuk I dihet. Në një skenë ndriçuar thot, bomb muzikore, ose thot një super projekt I madh që do t'i vi Luizit. E tha Filxhani, një foshnjë e vogël në Filxhan, emocione familjare, hare Kiara, që do bësh? Hajde, do na vika në I qun, familja Eli do na knaqka. Tani, nga reality, në real life, me shumë sukses, do me thënë Filxhani thotë se në vitin 2026, Luizi dhe Kiara do të na bëhen prindër tek fëmia I dytë. Tani Luizi e nisi Alejandro një shkreti që kur ishte në Ibiza, se thonte do lindi Alejandro nun. Por Alejandro nuk erdhi, si që duke tani është momenti, dhe ne presim me shumë dashuri që Luizi dhe Kiara të na bëhen prindër, e inshallah. Ja sot kështu si që jam nga kjo dhomë, le të shkon ky muhabet në vesh të Zotit. Shojmë tani që të thot për Eglin. Mi Egli, që të bëhet me ty mi zemër? Egli orë që ecën shpejt, thot Filxhani. Vendimet rëndësishme thot dhe ndryshim rrugtimi. E shikoni? Po e tha Egli që do sjellë një emision të ri. Një shkallë që ngjitet, thot, rritje profesionale, një zemër e vogël anash, dikush nga e kaluara troket. Sigurt e ka përgjestin. Filxhani thot që Egli koha punon për të jo kundër, kështu që zemër punoje kohën tënde, vepro se e pas ke mirë Filxhani me thënë drejtën. E pas ke shumë mirë. Nuk qënë ke keq, të me thënë nga e kaluara. Besart Kallaku. Në fakt Besart Kallaku është figura që të gjithë ne qeshim. Po qojmë që e ka dalë Filxhani. Filxhani ka dalë humori zi, batuta, projekte komike sa të dushëre aty. Një teatër I vogël, thot, një sken publik dhe duar trokitje, I bie që Besi do të na ardhë ka me një diçka me një risi të re, që ne nuk e dim, po Filxhani thot, një zigzaku me polemika që I kthen në humor. Filxhani thot edhe kur ka zhurmë, ai del fitues. Realisht edhe në intervistën e fundit që pati te Grida Duma, doli fitues tjetri.
edhe pse kishte shumë zhurmë për jetën e tij. E gjeti filxhanin. Qa thot për Kiarën? Kjo Kiara, kjo e preferuara e këtyre zonjave mia man mi, që kur më del në për ato emisionet mi që ka ngritur të gjithë vendin, Shqipërinë e ka ngritur në këmbë pse e mori klabin e fansave Kiara, kush ja dha, pse ja dhan. Por Kiara e merr, sepse e ka burr Luizin, gruaja e mbretit mo, ç'ky muhabet. Filxhani i Kiarës është i pastër, elegant dhe me shkëlqim. Kot diet. Vajzë me sharmja dhe filxhani ja thot. Kamera, drita, moderim dhe imazh të fort publik. Një kurore vogël thot femërore, rol kryesor thot në ekran. Këto të tjera tashi, le ti mbajnë fenerin. Një zemër e qetë, stabilitet emocional. Filxhani thot ka elegancë dhe nuk bën zhurmë, por shihet. E bukur në fakt. Dhe fundit është e imja. Qa ka thënë filxhani për mua? Po ta dini ju qa ka thënë për mua? Në filxhan del një maskë arti. E shqyqyr zotit, me sa shohim për na bëhet të ndra realitet. Kreativiteti lartë thot. Ide thot që dalin nga kornizat, imagjinoni çfarë bote, nga kornizat idet. Një udhkryq zgjedhje mes dy projekteve thot. Një yll i vogël thot atje lart, vlerësim nga publiku, pas kam vlerësim. Are ju dua unë juve. Thot filxhani tashi, më thot artisti thot nuk e ndjek rrugën thot por e krijon vet. Faleminderit shumë i dashur filxhan. Tani këto i tha filxhani, nëse dalin fajin se kam unë. Fajin e ka kafeja. Shkoj me xhinglan.